Aktivistja shqiptaro-amerikane Evi Kokalari ka bërë një tjetër reagim. Ajo thotë se donatorët e 6 milion dollarëve për lobimin e Sali Berishës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të bëhen publik. Sipas saj, kjo nuk do të ndodhë pasi Berisha ka përdorur pikërisht një fondacion që mos të publikohet burimi i vërtet i parave. Një sqarim meqense kam dëgjuar disa komente nëpër media shqiptare nëse donatorët e fondacionit të Seçit do të bëhen publike në Amerikë apo jo. E vetmi arsye që mund të përdoret një fondacion në lidhje me lobimet është për të mbajtur privat donatorët ose burimin e paras. Shanset janë që fondacioni i Seçit është regjistruar si 501 C4, që do të thotë se emrat e donatorëve nuk bëhen publik dhe kjo është forma e fondacionit që zakonisht përdoret për lobime. Në ndryshim me këtë formacioni tjetër për një fondacion në Amerikë është 501 C3 që zakonisht përdoret për bamirësi dhe donatorët bëhen publik nëse donacionet kalojnë shumën $50.000 në vit. Arsyeja e fondacionit të Nureddin Seçit është vetëm që të mbulohet burimi i paras, ndryshe Partia Demokratike mund të kishte paguar direkt siç kanë bërë më parë, ose edhe vetë Seçi mund ta paguante personalisht. Continental Strategy shkrua në reagimin e saj sqarues Evi Kokalari. Ndërkohë në reagimin tjetër të disa orëve më parë, ajo i bëri të qartë Sali Berishës se presidenti amerikan Donald Trump nuk blihet me para. Kokalari i vuri në dukje e Berishës se lufta për liri nis me pastrimin e Partisë Demokratike.